Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm një lugë çaj sot buke dhe do të shpëtoni përgjithmonë nga ky problem i flokëve. Flokët janë në pjesë shumë e brishte e trupit të njeriut, por shumë e rëndësishme me paraqitjen e jashtme. Ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe ushqyer flokun. Soda e bukës është një produkt që gjen përdorime të pafundme, për pastrim deri te shëndeti i organizmit. Ky produkt gjithsesi mund të përdoret edhe për shëndetin e flokut duke i nxitur ato që të rriten më shpejt. Në këtë video do të tregoj mënyrat më të thjeshta se si të përdorni këtë produkt me efekte të menjëhershme. Si të përgatisni recetën për flokun tuaj me aplikimin e sodës së bukës. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë: 1 lugë gjedhe me sodë buke, 3 lugë gjedhe me ujë, 1 lugë gjedhe me uthull molle, 4 lugë gjedhe me ujë. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Përzieni të dy përbërësit e parë, 1 lugë gjedhe sodë buke dhe 3 lugë gjedhe me ujë, derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. E vendosni në flok të lagur, gjithashtu nga rrënja deri tek maja dhe e lini për disa momente. Më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe të freskët. Pasi të keni bërë këtë hap, përzieni uthullun e mollës me ujin dhe përdorni për të shpërlar fundin e flokut tuaj me shkëlqim. Gjithashtu vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokut janë vërtet të gjëra. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës pastron dhe jep asaj shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tyre. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit duhet të këshilloheni dhe të siguroheni që nuk jeni alergjik ndaj saj. Uthulla e mollës nga ana tjetër është një produkt natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokut. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe ju jep flokëve një paraqitje më efikase. Soda e bukës ka aplikime të gjëra si në shëndet ashtu dhe në pastrim, edhe një zgjidhje mjaft të mirë do t'i jap edhe në parandalimin e komplikacioneve që mund të gjenden edhe në flokët tuaj. Është e rëndësishme që soda e bukës të aplikohet me kujdes për të marrë vetëm përfitimet. Flokët janë një pjesë shumë e rëndësishme e kujdesit tuaj të jashtëm. Gjithashtu, soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokun. Së pari, soda e bukës e pastron dhe jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tyre. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit, njeriu këshillohet të sigurohet që nuk është alergjik ndaj saj. Soda e bukës e përzier me ujë të pastër në një shishe qelçi ose plastike. Nëse keni flok të shkurtër, përzieni 1 lugë gjedhe me sodë buke dhe 3 lugë gjedhe me ujë. Nëse floku juaj arrin deri te supet, atëherë ju duhet të përdorni 1 lugë e gjysmë me sodë bukë dhe 6 lugë me ujë. Sa më i gjatë jetë floku, aq më shumë sodë buke dhe ujë duhet të përdorni. Maska mund të përdoret në flok të lagur ose të thatë, duke aplikuar atë nga rrënja tek majat. E mbani maskën për disa minuta dhe më pas i lani flokët me ujë të vakët. Për shpëlarje mund të përdorni një tretësirë të uthullës duke përzier 1 lugë gjedhe me uthull me 4 lugë gjedhe me ujë. Kështu do të arrini të parandaloni gjithashtu edhe problemet që i kanosen flokëve tuaj. Pavarësisht nëse dëshironi që fillimisht të hiqni qafe pjesë të tjera të bojës që keni në flok ose të çelni ngjyrën tuaj natyrale, duhet të mësoni këto truke. Soda e bukës, e njohur si bikarbonati i natriumit, është një nga përbërësit e preferuar në çdo familje. Me të heqim njollat, gjithashtu paksojmë aromat e padëshiruara, e përdorim kur vuajmë nga urthi dhe kur duam të zbardhim dhëmbët, madje edhe si një skrap i lehtë për lëkurën. Megjithatë, një efekt pak i njohur por i fuqishëm i sodës së bukës është shkëlqimi i flokëve. Mbani në mend se, megjithse ky përbërës është efektiv në zbardhjen e flokut dhe heqjen e bojës së padëshiruar të flokut, soda e bukës nuk është për të gjithë. Ajo i largon mbetjet e produkteve që janë grumbulluar në flok dhe në lëkurën e kokës, por për shkak se është shumë alkaline mund t'ju thajë flokun dhe ta bëjë më të dobët dhe më të brisht.
Ndryshe nga shampot dhe balsamet, soda e bukës nuk përmban përbërës hidratues dhe sigurisht lagështi për flokët. Ndaj është mirë që të mos e përdorni këtë recetë në flokë tashmë që janë të thata. Nëse nuk keni probleme me flokët të thatë, me siguri do ju pëlqejnë këto truke. Soda me ujë, përbërësit që u duhen janë: një lugë gjedhe sodë buke, sasi të vogël uji. Por si ta përdorni? Hidhni mjaft ujë në sodën e bukës për të marrë një masë me dëndësi mesatare. Më pas masazhojeni butësisht në flokën tuaj, e lini të veprojë për 20 minuta dhe shplani atë me ujë të vakët. Sodë me hidrogjen, përbërësit: 2 lugë çaji sodë buke, 1,5 lugë çaji peroksid hidrogjeni. Si përdoret? Përzieni këto dy përbërës dhe i përzieni derisa të përfitohet një pastë. E lini për rreth 1 orë nëse keni flokë të errët ose gjysmore nëse keni flokë të hapur. Më pas e shplani atë me ujë të ftohtë për të marrë përfitime të mira për shëndetin e flokëve. A shpenzoni shumë para në produktet dhe trajtime të ndryshme për fytyrën dhe flokën e bukur? Nuk kemi një trajtim të veçantë, por kemi një zgjidhje efektive e cila mund t'i japë lamtumir shumë problemeve. Është koha për t'i thënë lamtumir përfundimisht të gjitha produkteve që përpos se janë të shtrenjta, kanë edhe shumë kimikate të dëmshme dhe mund të kenë efekte negative. Në këtë video do ju sjellim disa trajtime natyrale që do ta bëjnë fytyrën dhe flokën tuaj të ketë plot shkëlqim. Sekreti qëndron tek soda e bukës. Soda e bukës, ose e njohur ndryshe si soda bikarbonatit, është një mënyrë natyrale që mund të trajtojë shumë probleme të lëkurës, citon Bright Side. Soda e bukës është një pastrues shumë i fuqishëm i fytyrës, jashtëzakonisht efektiv në trajtimin dhe largimin e qelizave të vdekura të lëkurës, papastërtive dhe yndyrnave nga lëkura, në parandalimin e shfaqjes së akneve dhe hapjen e poreve të fytyrës. Në mënyrë që të përmirësoni ndjeshëm ciklin e lëkurës suaj, duhet të provoni maskat me sodë buke, që do ta bëjnë gjithashtu edhe lëkurën më të shëndetshme dhe gjithashtu edhe plot me shkëlqim. Nëse doni flokë me volum dhe me shkëlqim, atëherë provoni shampon me sodë buke. Sodë buke kombinim me ujin mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Nëse doni që të pastroni lëkurën tuaj, merrni pak sodë buke në dorë dhe shtoni pak ujë të ngrohtë. I përzieni derisa të krijohet një pastë homogjene. Lagni lëkurën tuaj me ujë të ngrohtë dhe aplikoni këtë maskë në fytyrë me masazhe me lëvizje rrethore. Pasi ta keni aplikuar, e lini maskën në fytyrë për disa minuta dhe më pas e shplani fytyrën me ujë të ngrohtë. Sodë buke dhe limon. Kombinimi i limonit me sodën e bukës është i domosdoshëm për dezinfektimin e lëkurës, për pastrimin e lëkurës së yndyrshme, por edhe reduktimin e shenjave nga plakja e lëkurës. Përzieni 2 lugë gjedhe sodë buke dhe 1 lugë gjedhe sheqer të grirë ngjyrë kafë në një filxhan. E mbushni çerekun e filxhanit me lëng limoni. Përzieni përbërësit derisa ato të jenë të kombinuara mirë. Lani fytyrën paraprakisht dhe pastaj butësisht aplikojeni këtë maskë në lëkurë. Pasi ta keni aplikuar, e lini përzierjen të qëndrojë për 10 minuta dhe më pas e shplani fytyrën me ujë të vakët. Sodë buke dhe vaj kokosi. Vaj kokosit është shumë i dobishëm në hidratimin e lëkurës. Kombinimi i sodës së bukës me vajin e kokosit do të pastrojë dhe do të zbusë lëkurën tuaj. Kjo përzierje është shumë efektive në trajtimin e lëkurës së thatë dhe lehtësimin e ndonjë inflamacioni të lëkurës. Për të bërë këtë maskë, ju duhet të kombinoni sasi të barabarta të vajit të kokosit dhe sodës së bukës. Pasi t'i keni kombinuar përbërësit, e aplikoni maskën në lëkurën tuaj. E lini për disa minuta dhe më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë, citojnë ekspertët sipas Bright Side. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes. Nëse vuani nga alergjitë me sodën e bukës, nuk duhet ta përdorni, por duhet të tregoheni më të vëmendshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.